Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kanë vlerësuar se ndalimet apo kufizimet e moshës për përdorimin e rrjeteve sociale megjithëse të nevojshme nuk janë të mjaftueshme për të mbrojtur të mituj nga ndikimet negative të platformave digjitale. Sipas tyre, përgjegjësia kryesore duhet të bjerë mbi kompani teknologjike dhe mënyrën se si ato ndërtojnë algoritmet dhe funksionimin e aplikacioneve. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njerëzit Volker Turk deklaroi se qeveritë duhet të detyrojnë kompanitë e teknologjisë të përfshin standarde sigurie qysh në fazën e projektimit të platformave për të mos i lënë barën vetëm prindërve dhe fëmijëve. Ndalimet e përgjithshme të rrjeteve sociale nuk përbën një zgjidhje të vetme për një çështje kaq komplekse, u shpreh ai. Zyra e OKB-s për të drejtat e njerëzit publikoi një seri rekomandimesh të reja për forcimin e mbrojtjes së fëmijëve në internet. Në dokumentin e publikuar kërkohet që qeveritë të miratojnë rregullore më të forta për platformat digjitale, ndërsa kompanitë teknologjike të mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë për dëmet që mund të shkaktojnë përmbajtja apo mënyra funksionimit të tyre. OKB-ja ngriti shqetësime dhe për elementet e ashtu quajtura dizajn varësie, të cilat synojnë të mbajnë përdoruesit sa më gjatë online. Mes tyre përmenden lëvizja pafundme e përmbajtjes, nisja automatike e videove dhe njoftimet e vazhdueshme që të rreshin vazhdimisht vëmendjen e përdoruesve. Gjithashtu u kërkua edhe vendosja e rregullave më të ashpra për reklamat online që synojnë të miturit. Debati për kufizimin e aksesit të fëmijëve në rrjete sociale është intensifikuar muajt e fundit. Në fund të vitit të kaluar, Australia miratoi ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale për fëmijët në 16 vjeç, ndërsa vende të tjera europiane si Spanja, Greqia, Çiproja dhe Austria kanë paralajmëruar masa të ngjashme. Sipas Turk, edhe sistemet për verifikimin e moshës duhet të trajtohen me kujdes pasi zbatimi i gabuar i tyre mund të dështojë në mbrojtjen e fëmijëve dhe njëkohësisht të cënojë privatësinë e përdoruesve.